që do ribëhen të rinj nga e para, sigurisht ofertën e opozitës kemi të vetëm që është më e artikuluar e qartë, por edhe mazhoranca është futur në të njëjtin treg, mund të themi me të njëjtin premtim, por kjo është një histori që mbetet për të diskutuar. Fatos Çoçoli është me ne në një lidhje Skype për këto qëndrime të ndryshme dhe të çuditshme. Mirëmëngjes Çoçoli, mirë se erdhe dhe për ta përfaqësuar kënaqësi dhe për të përfaqësuar pozicionin opozitar, sigurisht nuk mund të mungonte Akil Kraja. Mirëmëngjes zoti Kraja, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Tani na duhen ju edhe për ta kuptuar shqip çështjen e shifrave. Megjithatë ta fillojmë nga Çoçoli përderisa e kemi në distancë edhe në Skype. Çoçoli, kjo betejë për pensionistët matematikisht në vlerësimin tuaj, kush e ka ofertën më të mirë dhe apo gënjen mazhoranca? As që diskutohet që matematikisht e ka opozita jonë që ka 12 vjet që është në opozitë Dashur Flavio. Ti ke përballë një nga ekspertët më të mirë që ne kemi, një djalë të mrekullueshëm me integritet. E përshëndes sërish Akilin. Unë mund të them vetëm kaq, që është vërtet një ëndër, po të realizojë, një ëndër e bukur. Urojmë mos jetë një ëndër një natë vere, ke parasysh edhe pse maj është ende pranveri Dashur Flavio, nganjëherë pranvera edhe të jep disa iluzione të verës. Kështu që uroj realisht që brenda 3 muajve, siç e dha inserti juaj, apo 100 ditëve, në rast se do ta marrë pushtetin Partia Demokratike, të mund të realizojë këtë ëndër të bukur të pensionistëve që më të mos kemi pensione realisht të mjerane. Jemi në nivelin e 100.000 lekëve të vjetra në muaj për pensionet rurale, kemi ende në qytetet tona gjithashtu me pension minimal 100.000 lekë. Kështu që të dyfishohemi një herë, sepse këtë është minimumi etik që premton Partia Demokratike i zyrtar, është realisht të dyfishosh me njerë brenda 100 dita, brenda 3 muajve të parë të qeverisjes. Pra praktikisht Flavio i bie të flasim për në vjetorë, që ose e merr Partia Demokratike dhe fillon punën qeveria e re e saj në shtator, i bie që brenda 3 muajsh pensionistët, janë 731.000 tani që flasin, të marrin ata, pjesa që është nën 200.000 lekë të vjetra, dhe janë shumë, 521.000 prej tyre, praktikisht i bie 7-10 pensionistë të marri në një mrekulli brenda 100 ditëve të dyfishuar pensionin. Kjo është premtimi real i Partisë Demokratike. Por e gjithë pikpyetja është, a është i realizueshëm? Unë jam ekonomist, ekonomia është arti i mundërës, kështu që mund ta diskutojmë akoma edhe më gjatë edhe me mikun tonë të timi që ti ke aty. Okej, Kraja. Përshëndetje zoti Çoçoli, dhe bie dakord, ekonomia është arti i mundërës, por e cila bazohet në sipërmarrje, do të marrësh përsipër gjëra që nuk ekzistojnë, pra të krijosh vlerë të shtuar dhe nga kjo vlerë e shtuar më pas të kesh mundësi ta rishpërndash në shoqëri. Dhe ne duhet të themi që vlerë të shtuar, pra para, në shoqërinë shqiptare, në ekonominë shqiptare ka. Fatkeqësisht ato janë të orientuara shpeshherë, ne kemi denoncuar, nuk do të rikthehemi të shkuarën për buxhetet propagandistike të fasadave, rilindjen urbane etj. Dhe këtu po flasim thjesht për një ripozicionim të shpërndarjes së të mirave që ekonomia shqiptare prodhon në drejtim të një shtrese e cila për vite me radhë është lënë me njarë. Statistikat thonë që pensioni mesatar në qytet, nuk po fshlati, në qytet është rreth 108.000 lekë. Propozimi i Partisë Demokratike është që asnjë pension nuk do të jetë nën 200.000 lekë, pra nën këtë vlerë. Dhe madje më vleroni të shtoj edhe një saksim për publikun që na ndjek, shumë pensionistë të fundim, le të themi, që kanë dalur në vitet e fundit për arsye të tranzicionit, nuk janë pas vitet e plota sepse disa vite kanë qenë në zezë, disa vite kanë emigruar, disa vite thjesht ka qenë pa punë, tranzicioni ka qenë kompleks. Dhe më pyesi shpeshherë, po mirë, po unë si do t'ja bëj kështu me radhë. Më lejoni të saktësoj për çdo person që na ndjek, përfshirë për pensionistët të cilët nuk i kanë vitet e plota që të dalin për çështje muajsh, vitesh, po them 2-3 vite të ardhshme. Asnjë pension përfshirë këto raste nuk do të jetë nën 200 euro, 200.000 lekë. Edhe ata që nuk i plotësojnë. Absolutisht, kjo bashkangjitet me një premtim të dytë që është një angazhim më së i mundshëm, që është ai minimumi etik e përpasoj që kompenson këtë problematik që sapo citova më parë. Momenti i dytë është çështja e fuqisë blerëse. Pensioni 200 lekë, 200 euro, prap nuk është diçka që ne duhet krenohemi, apo jo. Duhet të synojmë sigurisht edhe më shumë. Pensionet të cilat janë mbi 200 do të kenë një rritje mbi 20%.
por këtu do të asistoj dhe me një mbështetje shumë të madhe, më lejoni ta shifroj për çdo pensionist i cili bën 200.000 lekë për shembull pazar në muaj, po e marr si shembull pension për pension, rimbursimi të TVSH-s me kartën e konsumatorit për pensionistët i bën që ky pensionist që ka 200.000 lekë pensionin në muaj të kursej 400.000 lekë në vit krahasuar me çmimet e sotme. E kuptoj. Që do të thotë në vetvete, ndihma është e qëndësishme teksa i merr si shumatore, pasi këtyre të dyjave, pra rritjes pensionit, rimbursimit nëpërmjet kartës konsumatorit, i shtohet dhe ulja e çmimit të energjisë elektrike, e cila e bën që në tërësi të kemi një vlerë që mund të shkojë deri në 1 milion lekë kursime bashkë me çmimin e naftës për një familje pensionistësh, është që sigurisht ata kanë të drejtat të mobilitetit, të cilësisë jetese e kështu me radhë. Dhe të mos harrojmë që në të përditshme time në pozicionin tim edhe si drejtor kabinetit liderit opozitës, të jemi sinqert, më bie të takoj shpesh pensionistë dhe besoj që ju ftoj dhe ju Flavio madje t'i dedikoj më shumë kohë, është shtresa më vulnerabël sot për sot në Shqipëri. Ne shpesh flasim për trinjt që largohen, flasim shpesh për zonat le ta quajmë periferike, rurale, të shpopulluara, por mbase një nga tragjeditë më të mëdha që e kemi mes nesh dhe që fshihet nën pekun e mbrojtjes së dinjitetit, sepse shpesh janë profesionist, janë njerëz me një imazh publik specifik këto pensionistë dhe i fshehin mbase nga një problemet e tyre pikërisht për këtë dinjitet. Më ka rastisur të takoj raste nga më ndryshme të pensionistë cilët fëmijët e tyre janë jashtë vendit, mosha 80 edhe 90 vjeçar, madje të cilët endin mbas gjyqjeve për të marrë pronat. Më ka rastisur të takoj pensionistë të cilët janë ish arsimtar me një pension, le ta quajmë korrekt, dhe të cilët për shkaqe të një skeme të rimbursimit barnave shtetërore e mbyllin muajin çdo fatkeqësisht çdo fund muaj me kredi tek familjarët e tyre për të mos thënë në për forma të tjera, para me mos pagesa. Dhe edhe në këtë drejtim ne duhet kujtojmë që realisht për pensionistët ne duhet bëjmë sot një investim shoqëror rreth parë, sepse ky emigrim i jashtëzakonshëm, kjo braktisje që është lënë fuqisë tyre të vlerëse, kjo neglizhencë për sa i përket trajtimit të shëndetit publik, pra shëndetit tyre personal, bën që ne të kemi një krizë sociale e cila është tejet e thellë dhe të mëshme, por që nuk duket shumë mirë, dhe për ta mbyllur me ilaçet, dhe për sa i përket ilaçeve, në programin tonë e parashikojmë që asnjë medikament që nuk tregtohet në së paku 2 shtete europiane nuk do të tregtohet në Shqipëri, dhe po kështu skema rimbursimit barnave do të ketë një ndryshim radikal. Ne themi ta bëjmë si Shqipëri, si Europa, hajde ta bëjmë atëherë. Programi jon parashikon që do të merret lista copy-paste nga Italia, nga Bashkimi Evropian, dhe të kemi të njëjtën standard si në Europë, janë me dhjetra prindrit miqtan të cilët shkojnë kurohen në Itali, në Greqi, në Europë, sepse në Shqipëri marrin kurime me medikamente skarco për të mësuar që nganjëherë nuk ka as medikamente. Pra është një stres që kërkon një vëmendje jashtëzakonisht të rritur. Kam një pyetje matematike, por që tingëllon si politike për Çoçolin dhe për Krajen. Majoranca e ka konsideruar hambarin e votave të pensionistëve si një magazinë ekskluzive të saj. Dhe nuk po e paragjykoj këtu, po përpiqem të jem sa më konstatues dhe sa më i ftohtë. Megjithatë, situata ekonomike e kësaj shtrese ka ardhur duke degraduar. Vit pas viti, ditë pas dite. Ka premtuar gjërat ngjashme me ju në in extremis. Majoranca me shifrat të ngjashme, por gjitha këto të projektuara me një kismet se është edhe 2030 e përmendur në mënyrë të nënkuptuar nga kryeministri. Pse matematikisht zoti Rama nuk ka investuar te ai grupim njerëzish që i ka konsideruar si votuesit e vet, pa që s'ka nevojë as t'u japi rroga siç bën me administratën, nuk ka nevojë as t'u shtrojë asfaltin elektoral, nuk kanë të njëjtat nevoja me kosto që ka pjesa tjetër e popullsisë Çoçoli dhe më pas Kraja. Atëherë, faleminderit për pyetjen dhe për drejtimin i parë, meqense se jam pak në vështirësi nga që jam përmes eterit i dashur Flavio. Duhet të them 3 gjëra nëse më lejon. Së pari, e falenderoj Akilin që thot vërtet ekonomia është arti i sëmundjes, por arti i sëmundjes brenda një kohe të arsyeshme. Pra, të gjitha ato që ai renditi, shqetësimin e pensionistëve, pamundësia e tyre për blerë ilaçe cilësore, pamundësia nganjëherë edhe për të kaluar gjithë të hallet që kanë me mungesën e parave
muajnë dhe që ndihmohen vetëm nga prindrit, që është shumica dërmuese e pensionistëve tanë, pa mundësia për të patur një pension dinjitos të gjitha që ndrojnë. Mirë po duhet kemi parasysh se çfarë mund të bëjmë, duke filluar nga 12 maj, ose duke filluar nga shtatori kur vjen qeveria e re, e çfarë do lloj ngjyre, çfarë mund të bëjmë për këta realisht për këta pensionistë. Të mos harrojmë që çfarë premton njëra forcë politike dhe çfarë premton njëra forcë tjetër politike nuk ka të bëjë shumë me kopimin, Flavio. Jo, po e thash unë i pari, e kisha para 4 muajsh ta ma vodhe ti idenë dhe je kopjat si je i pavlerë. Unë mund të them të njëjta gjëra për socialistët tanë të dashur. Në çfarë kuptimi? Unë para disa vite që kam edhe personale, por ka asnjë gjë të keqe, nuk do t'i hedh në gjyq. Para disa vitesh fillova një emision për ekonominë, Flavio, tek televizioni publik me emërtimin Ekonomia që duam. Ishte në 2013, pra 12 vite përpara. Në 2014 erdhi policia që duam, në të kujtohet, domethënë ajo fraza e famshme e socialistëve që tani kemi mbi kokë. Pastaj erdhi Shqipëria që duam, pastaj deputeti që duam me radhë. Nuk është se do përfundojmë dyreve të gjyqeve duke thënë pse më keni vjedh frazën. E njëjta gjë edhe në nivel të programeve politike. Nuk duhet të themi që njëra parti pse e solli disa muaj më vonë të njëjtin propozim është një kopim edhe nuk ka vlerë. Dhe më e dytë brenda pyetjes tënde, brenda idesë të ekonomisë së ardhjes së mundurës është që realisht a mund të realizohet ky premtim? A është në tokë apo është në erë vetëm për t'u marrë votat qytetarëve? Sepse ti e the, pjesa e pensionistëve ka qenë një bastion ose themi një ambar votash për të majtët. Edhe premtimet e vetë partisë son konservatore që duam që të jetë e ardhmja, ka 12 vjet që nuk është në pushtet, duhet që të provohet, do donim që ta provonin, realisht me propozimet e saj janë shumë më e majtë se e majtë, sepse të gjitha shikojnë ke anët sociale zakonisht, premtimet sociale i bëjnë partitë e majta. Megjithatë nuk ka asnjë gjë të keqe që këto premtimet i bëjë dhe një parti e djallë. Pavarësisht se fokusi i saj është tek të qenit pro biznes, të qenit e një qeverie të vogël, me taksa të ulta, se që është çdo e majtë në çdo vend të botës, është arsyeja pra në të mes. Por në të vërtetë, Flavio, kemi edhe një situatë të tillë që duhet të shikojmë çik si qytetar sa të realizueshme janë këto premtime, se jo çdo fluturo dhe gjithçka hahet. Në këtë kuptim u them që po ta marrësh një premtim brenda 3 muajve, 3 muaj nuk bëhet dot çudi. Sa do të duash ti, sa do ta luftosh korrupsionin galopant, sa do të përpiqesh të nxjerrësh para edhe nga guri. Nuk arrin dot vëllai dashur. Pse? Sepse ke 350.000 pensionistë, nëse më lejon, edhe 20 sekonda, që janë në nivelin 100 dhe 150.000 lekë. Këtyre që t'ja u qosh me njerë brenda 3 muajve 200.000 lekë, e disa para të duan, do t'a desh një shifër 180 milion euro. Ke 171.000 pensionistë të tjerë, pastaj që ke ndërmjet intervalit 150.000 deri në 200.000. Këtyre u duan ca para më shumë. Po ke paraplegjik, tetraplegjik, invalid, sepse është minimum jetikë, si listë dëshirash, unë e përshëndes, po sa të zbatueshme i ke brenda 3 muajve. Në këtë kuptim, unë si ekonomiste, do në zemra aty më shkon, që për pensionistët tanë të kemë një ditë të bardhë shkret. Por, në 3 muaj, në 100 ditë të para, e shoh mision të pamundur sa do të dëshiroj që t'i besoj opozitës time, sepse realisht pushteti korrupton. 12 vjet për një pushtet tek ne janë jashtëzakonisht një periudhë gjatë kohe. Konsumohet, korruptohet, të gjitha i ka. Për te inercisë të mirës, meqense kemi gati 12 vite rresht vetëm rritje ekonomike. Në këtë kuptim, Flavio, them që duhet ta shikojnë qytetarët sa të realizueshme janë këto premtime. E këtu situash është ajo pori i madh që vendos. Këto 3 pika kisha. Faleminderit që më le të flas deri këtu. Lutem, Kraja. 108 milion euro është e saktë për llogaritja, është e barazvlefshme. 180 milion. 180, këtë thash, 180 milion euro. 8 milion me 80 është çik. Jo, 180 ishte. 180, pra, thash 180 apo jo? Po pra. 180 milion euro. 180, s'ka gjë. 180. Mund ta Jo, më mirë ta ripërsërisim ta kuptojmë. 180 milion euro është e barabartë me vlerën e inceneratorit që nuk ekziston. O do ta kuptojmë një herë mirë që vidhet në këtë vend me qindra miliona euro. Po kaq është vlera e gjyqit Beketit, po kaq është vlera e gjyqit të tendrit Grek Famkeq të tunelit të Elbasanit, etj. Pra janë me qindra. Se kemi fituar, kemi humbur.
Pikërisht pra. Janë paratë tuat e tia të dashurakin që duhet të paguajnë. Po flas me vlerë, tash nëse e shikon atë incenatorin, të lutem, unë besoj që as ti nuk e shikon atë incenator. Që do të thotë mjafton që brenda një jave, jo 100 ditësh, por brenda një jave, që qeveria e djathtë të ndërpres pagesat për incenatorin që nuk ekziston. Që brenda 60 milion thotë. O zot, edhe një herë. O fal, edhe një herë, ai përsëris edhe një herë. Çoli tash ne u treguam ultra korrekt, nuk pati asnjë ndryrë. Jo vetëm kaq, por flas, po thjesht në formën e debatit tash. Po debatit pra tash nëse e shikon incenatorin me gjithë respekt, na e shikoni atë incenator nuk ekziston. Asnjë publik nuk e shikon, që do thotë nuk ekziston, mjafton edhe një herë. Për të incenerator që do ndërpresën, ku do gjesh të 60 milion që atë që do gjesh? Tash edhe një herë. Do t'i pjellë ai incenerator. Fatkeqësia edhe një herë, buxheti i Shqipërisë ka shkuar ta marrin para 8 miliardë euro. Çoli, me 180-ën jemi më pak se 1% tani, e kupton? Domethënë kjo është edhe, domethënë në kur votu buxheti, ne çuam propozim parlament që ta çonin pikërisht pensionet që këtë mandat. Pra, leta merrte si credo. Leta merrte si credo, e çuam propozim ligjor në parlament, dhe tham, ju lutem, e hodhën në parlament dhe në një monstruozitet njerëzor, po sigurisht pra, e çuam në parlament sepse është 8 miliardë euro buxheti, është 8 miliardë don për publiku që na ndjek. 8.4 miliardë, tani që flasim dashur Agri. Nuk e humbin qindarkat Çolit. Janë 8 miliardë euro, janë 8 miliardë euro të cilat absolutisht e ripërsëris tregojnë për volumin e jashtëzakonshëm të parave që mbledh taksa paguesi shqiptar sot. Dhe nuk pas ka 180 milion euro, po sigurisht që parat janë aty për publiku që na ndjek. Ky është premtimi i Shëndetësisë Falas që për rezultoi ju e dëgjuat dhe sfundmi nga një analizë fundit, janë rreth 800 milion euro që harxhohen për shëndetësinë, nga të cilat një pjesë pa përfshirje paguhet nga shteti. Pra pensionistët e dinë shumë mirë dhe nuk bie as pak dakord, pra as pak dakord me këtë presupozimi që pensionistët janë të majt apo jo. Jemi në vitin 2025, kanë kaluar plot 33 vite nga vitet 90, që do të thotë këtu flasim për një shtresë pensionistë të cilët kërkojnë standarde jetese. Dhe madje duhet të shohim edhe element tjetër nga takimet në terren që kemi pasur në të përditshme. Pensionistët shqiptarë ndihen absolutisht të zhgënjur dhe nga zhvalorizimi i euros, themin e euroja për eksportet, por reminitancat kanë humbur 3%. Unë kam raste takoj dal në terren pensionistë socialist, haptazi socialist, të cilët thonë unë nuk ndolte kurrë që të votoja për Edi Ramën e për Sali Berishën e për një tjetër, i fërë me emra mbi emra, pensionistë revoltuar. Ama thot që i mbirë të më lërë vetë mua 80 vjeç dhe më përpara më sillte një 2.000 euro në vit, 3.000 euro në vit. Dhe sot mua të më vlerë gjysma, më përpara 2.000 euro bënin 4 milion lek, sot më bëjnë po themi 1 milion lek, se është pjestuar në mënyrë radikale, ju e dini, paraja që vjen nga diaspora, mbi 40%, e pra thot më vjen keq, unë nuk e dua më Edi Ramën, lek në drogës, unë dua ndryshimin. Pra, ka një revolt ekonomike, një revolt sociale në gjirin e komunitetit të moshës tretë, le mund ta quajmë, për arsyet nga më të ndryshmet. Pra, devalorizimi i remitancave, 100 euro bënin 140.000 lek. Sot 100 euro bëjnë më pak se 100.000 lek. Po, më pak. Rimbursimi i barnave, check-up ishte diçka e mirë, ato ishin sigurisht të lumtur në fillim, por e panë rrugës që check-upi ishte thjesht 2-3 analiza që më pas do të shkojë tek ilaçit që do pagoje në farmaci private etj. Pastaj me kismet dilte Indeksimi i pensionit nuk është rritja pensioneve. Për vite me radhë është shtyr indeksimi, sepse flasim për 12 vite pra pensione, jo vetëm për 2-3 vite e fundit. Indeksimi do të thotë që sa çrritet inflacioni, çmimet e tregut, shportës, aq duhet rritet proporcionalisht dhe pensioni. Indeksimi nuk ka ndodhur për vite të tëra, e përpasoj, sot ne duhet kemi rritje plus indeksim, në mënyrë që të themi pra, të kemi një fuqi blerëse më të lartë. Dhe e fundit pika që është po kaq e rëndësishme, të mos harrojmë, qytetarët shqiptar, pensionistë shohin shumë se tani kanë më fëmijët e tyre në emigracion. Qumshti është më lirë në Itali se në Shqipëri. Qumshti është më lirë në Itali se në Shqipëri. Dhe vjen një moment që ti thua, po prit, unë kam kontribuar një jetë të tërë për këtë Shqipëri. Dola në pension. Shqipëria duhet ja kthem mbrapsht. Mbaroi tranzicioni, iku komunizmi, hajde tani të jetojmë si njerëz më në fund pensionist europian. Ja hoqëm dhe viza që të ketë mundësi të tikojmë niprit e tyre, fëmijët e tyre në diasporë kretlishëm. Çfarë ndodh? Gjenden më të varfër se ç'mund ishin dje. Sepse kjo është Por kam një ndërhyrje tjetër për Çoçolin. Jo, Çoçoli nuk ta lejoj sepse kam nevojë u bë sherr ekonomist, u bë sherr komunistësh ky dhe kemi punë me komunistët, kemi punë me pensionistët. Ekonomistësh ora.
Ekonomistësh. Shef ekonomistësh, në vetë. Pastaj të mos the shef komunistësh. Çoli po ngatron 8-ën me 80-ën, kështu që tani Brisida sheh ai. Do shkojmë edhe tek ngatrimi 800 milion eurove që Akili i ka ta ndisi në 60 milion. Brisida sheh ai, më thot përveç atyre që thot Akili, ato ku me vërtet do të gjendën shumë kollaj parat janë 5D dhe 5B. Janë shumë investime që ja garantojnë Çoçoli do rikthehen me dëshirë më të madhe nga oligarkët, investimet e patora në rrugë. Gjeti kur ishte drejtoreshe tatimeve. Do rishikohen të gjitha, kush ka vjedh do i kthej. Janë skemat në Bashkinë Durrës, në Akuk e tjerë. Nuk bëhen thuaj Brisidës me urdhrin e Peshkut brenda 3 muajve që premton njëra parti. Bëhen gradualisht, ajo është një ekonomiste shumë e mirë, ka bërë një gjë të jashtëzakonshme për tatimet tona në disa vite që ne kemi harruar. I ka kërkuar një kompanie që prej 6 vitesh deklaronte humbje dhe shfrytëzonte arin ton të zi, ka kërkuar 56 milion euro ja kthej buxhetit të shtetit. Ka bërë një kryevepër në gjykimin tim edhe e kam përgëzuar gjithnjë edhe publikisht, edhe jashtë kamerave për çfarë ka bërë. Po të mos harroj Brisida dhe gjithkusht tjetër që të çon mesazhe çdo qytetar. Edhe të 731.000 pensionistët tanë. Ekonomia është llogari, olimbi apo olimbesh. Dhe kjo llogari çfarë do? Jo. 700 milion euro. Po i bie që me këtë arsye më fal vetëm një sekond. Një sekond Çoçoli. 700 milion euro. Ke shumë të drejtë, po kam një pyetje. Kam një pyetje naive. Kam një pyetje naive si një jo ekonomist. Jashtë misionit të sëmundur. Çoçoli kam Mission Impossible. Çoçoli, ma lejo një pyetje naive. Çoçoli ma lejo. Jetë revoltuar. Kështu na thanë që janë revoltuar. Patjetër. O Çoçoli, ma lejo një pyetje naive more. Etjen tjera e kryeministrisë, po nuk është ashtu. Çoçoli, ma lejo një pyetje naive. Ti thua nuk kanë kujt. Ore, dakord pra. Prandaj dua emisionin tënd dhe vi vazhdimisht. Tani, këta nuk kanë ku gjejnë 180 milion euro? Së shasi ja tregova vlerën. Dakord. Nëse këta 8 milion brenda 3 muajve dhe nuk gjendet dot. Po një sekond more, ore një sekond, të ma le pyetjen, paktën pastaj përgjigju. Nëse po them kod me naivitet. Nëse kontrolli i lartë i shtetit, na thotë që 1 miliard e di. Këta vjedhin, po jo, pa e marrim 2 se më pëlqen 2018 si vit. Edhe 3 milion, të japun 3 milion. Jo, 3 miliard, jo 3 milion. 3 miliard dollar të jap apo euro. Tash nëse këtyre ju humbin në vit. Ta them unë. Ore nëse një sekond, se s'po ma le pyetjen. Po s'po ma le pyetjen ore. Po mirë mëse din tjerët, le t'ja lëmë surprizat atyre, t'ja heqim surprizën. Nëse këtyre ju humbin rastësisht 2 miliard euro në vit, si këta nuk gjejnë dot 200 milion? Pyetja, të humbin 2 miliard euro në vit, që nuk ka askush përgjegjësim, po edhe me shenjën tënde, nuk e di. Po pra, humbin. Apo shenje edhe fitimit që Remës, që e ka partia e Igotim Akil, po të them dhe njerë që nuk janë 2 miliard euro, apo çfarë do lloj monede tjetër dollar të humbura, janë dëm ekonomik në nivel të 147 milion eurove që i kanë nxjerr kontrolli i lartë i shtetit dhe shumë ka bërë që kanë nxjerr, sepse prandaj merr 3 milion euro çdo muaj për të paguar audituesit e tij të mrekullueshëm, por po të them dhe njerë aki, edhe ti Flavio, nuk janë 2 miliard euro që mund të rekuperohen me urdhrin e Peshkut brenda 3 muajve. Po të them edhe njerë, edhe po të bëj një sakcim vogël. Edhe po ti ndash to 2 miliard. Po besoj e argumentove përgjigjet. Në qeverisën 2005-2009, Partia Demokratike futi Zoti Çoçoli, aty përgjigje në mënyrë me që jemi ekonomist, ta mbajmë bisedën teknike. Në 2005-2009 Partia Demokratike futi një sistem për agjencie prokurime publike, pra domethënë një mënyrë për të rritur kompetitivitetin e prokurimeve. Aktualisht to janë centralizuar në duart e Blendi Gonxhes në një tjetër skandal për të rritur abuzimet, por thelbi qëndron një 2005-2009 rritja e konkurrencës në tendrat publik bëri që për buxhetet publike ne të kishim një kursim deri në 30%, që do të thotë ti parashikoje 100 lek tender dhe oferta më e ulët vinte 70 lek, pra kurseje 30% 30 lek. Kjo do të thotë që nëse ne rikthehemi thjesht në bon sensin e ekonomisë të mirë menaxhimit të shtëpisë, ta mbajmë shtëpinë pastër, siç është dhe vet një nga sloganet tonë. Do të thotë që nëse ne kemi këto 8 miliard euro
buxhet dhe ne rrisim konkurrencën nga tendrat që janë nga 90%, 95%, kemi pas dhe me 99% tendra, me tendrat sekrete, mban mend veçantë në sektorin e shëndetësisë, e cila prek drejt për drejti pensionistë. Vetëm kjo shërbimeve qeveritare kishte bërë. Ta shpjegoj. Sikur ne thjesht fusim pa konkurrencë që nga 100% projektim buxhetit shkojmë në 80%, pra vlerat e tenderimeve, ne kursejmë 1.6 miliard euro. Pra mjafton thjesht që ne të fusim të njëjtat procedura kompetitive që të fitoj vlera më e ulët, jo vlera më e lartë, pra tek rrugët, tek ndërtimi, 1.6 miliard euro. E ripërsëris vetëm me rritjen e konkurrencës në tendrat publik. Me transparencën në prokurim. Brenda vitit 1.6 miliard euro. Pra, është shumë e thjeshtë. Çoçoli do ta jap fjalën. Çoçoli do ta jap fjalën, do ta jap fjalën me një kusht Çoçoli. Se bëj edhe 2 kushte, po më. Jo, një kusht kam vetëm, besimtarët thonë as mos e thirr se shfaqet dhe u shfaq Brisida Sheaj. Summond është fjala në anglisht, Brisi mirëmëngjes. Nuk doja ta bëja me telefonin prishur, kështu që të bezdisëm në këto orë. Faleminderit për gatishmërinë. Jo, kam me shumë dëshirë, sidomos kur më sfidon Fatos Çoçoli. E kam me shumë qef, sidomos kur thot atë shprehen statistikë, ajo kur ishte atë klima. Kështu që Fatosi dhe ata që paguajnë Fatosi dhe din shumë mirë se ç'kam gjetë unë këtë vend. Citoj bankër se ne po arrojmë. Një sekundë. Unë marr para jashtë buxhetit të shtetit. Nuk e di ku merr ti parat. Jo, Kjo vjen për televizionin e Korifrat, Fatos Çoçoli. Është çështja jote për Të lutem, Çoçoli do kesh gjithë tonë replikës. Një sekond të dyve. Çoçoli Sheaj. Buxhetit të shtetit tonë dhe timit asnjë që ndark. Një sekond të dyve. Ke bërë akoma ti pje matës me lufti. Një sekond, do keni të dy kohën. Ju lutem Çoçoli. Çoçoli, a mund ta je vetë shqetësuar këtë mëngjes. Jo, një sekond. O Fatos, të lutem vlla. Të lutem, Çoçoli, do kesh kohën e replikës, mos zhurmo, të lutem. Çoçoli, një sekond, mi largo të dy nga ekrani. Çoçoli, do kesh kohën e replikës. Të lutem, Çoçoli, nuk dëgjohesh në studio, e kemi ulur mikrofonin, do kesh kohën e replikës, të lutem. Tani, ky quhet moderim, ndjes nëse është pak brutal. Do dëgjojmë Brisidën dhe do dëgjojmë Çoçolin, dakor? Çoçoli, të lutem Çoçoli, se po zhurmon kot. Vazhdo Brisi. Çoçoli e ka të kotat lugën, dhe di e mori atë legalizimin e shtëpisë akoma apo jo. Tani, Flavio, parat, jo vetëm që gjenden, jo vetëm që janë gjendur parat, në rregull, se Fatosi se ku i gjeun informacionet duhet ta di mirë, se jam ai njeriu që i diun informacionet, i diun se si paguan e si mirë mbajnë këta ekonomistët tanë që ndalin dhe thotë s'ka para. Parat janë, Flavio. Viden me miliarda çdo vit. Dhe ka shumë thjesht qeveria e ardhshme, si vetëm të ndërhyrje kam. Pastaj shoku Fatos të vazhdoj me gjithë Fatosët e tjerë, me një Shami dhe pa Shami Shall, që ka qenë ata, të verit. Janë parat. Qeveria e ardhshme në momentin e parë që merr mandatimin dhe atë votën në kuvend, për një gjë, bllokon të gjitha investimet që këta zotërinj kanë për vitin 25, pra ai buxheti. Të njëjtën gjë siç bëri dhe Doçi në Amerikë, po nuk vdiq njëri, e kupton? Nuk vdiq, vazhdoi ekonomia e Amerikës. Janë investime dhe miliarda euro që vetëm viden. Është 25 milion euro 1 kilometër rrugë, do bllokohen, do risikohen gjitha. Pusho Fatos. Jashtë shinave të arsyetimit të bazuar ekonomikë. Të lutem, Fatos, e dëgjuam që është e pasakt. Ta dëgjojmë çfarë thotë dhe do kesh replikën. Oponentën e diçkaje që nuk e mbroni dot më. Unë nuk jam një për të bërë racion. Dhe nuk do paguhet më investime. Interesat e ku të mbron e di ti. Unë mbroj interesat. O Fatos, po të lutem më burr, se bëmi marrëveshje. O Fatos, a bëmi marrëveshje gentlemenash? Fatos, të lutem se është mungesë respekti ndaj meje radh parë. Jo, Fatos, të lutem, do dëgjojmë. Nuk e meritojnë këtë qeshjen tënde, dakor? Fatos, do dëgjojmë.
meritojnë ty Jo, po se më që tregoj, ti edhe i Flavio, nashtrove i më thua. tregoj. Fatos, po më mungon mua në respekt përveç Brisidës. Do të dëgjojmë Brisidën dhe pastaj do replikosh ti i pa ndërhyr. Vazhdo Brisida. Për shqiptarët me mashtrime gjithë të vite s'bëhet kjo, s'bëhet ajo, s'bëhet kjo. Janë parat Flavio që të gjitha, por parat vidhen miku im. Parat vidhen se e bën atë emisionin plugun atje, që e bën ti me ata kolegë të tu, do t'i jesh i qartë ti i pari dhe gjithë shqiptarët e tjerë, se si vidhen parat, se si blihet një telefon që bën 100 lek dhe blihet për 10 milion lek, sepse shkon atë zinxhirin e parave që as paku famshëm që dalin gjithë që mbrojnë, nuk vazhdon t'i ndjek ato para. Se janë ato para që paguajnë fushatat e këtyre elektorale, janë ato para që paguajnë ta gazetarët, gazetarucët, artistët, artucët, gjitha. Janë këto 10 milion këtu, 5 milion atje, këto 100 miliona euro që na ikin për qoka. Në rregull, ja këto janë para që s'do ikin më. Dhe janë të gjitha, dhe qeveria ardhshme, nëse ka vullnetin. Unë jam as deputet, Flavio, as kandidatit për deputet, nuk përfaqësoj asnjë parti politike, nuk jam në asnjë strukturë politike. Akili ati shke në studio, po. Çoçoli është analist i pavarur e dimne, me lugë në brez. Por, nuk përfaqësoj asnjë parti politike, por, shqiptarët duhet ta dinë, parat janë, parat vidhen, sepse po ti ishte Flavio, dhe ato duhet i kujtoni shqiptarëve dhe ky emision ato duhet kishte. Në 1 mars se Dirama thoshte rritja pensionit 200 euro është sude, dhe doli në 27 mars, a 28 mars, po se ke videot, ti qoj unë miku im, dhe doli dhe tha, do ta bëjmë pensionin minimal, tha 200 euro. Pra nga sude, na doli që nuk që nga sude. U bë mak sude. Po është mak sude, pra. Së është i prendim që jo që është i bëshëm, po shumë i bëshëm. E qartë. Dhe janë parat. Tani ta dëgjojmë Çoçolin për korrektësi. Për korrektësi e be oligarkët e 4 Ramës, vlla. E pa tjetër. E humbur logjikën ekonomike e rrugës, që u largove nga tatimet, e ke humbur logjikën ekonomike. Ka marrë mendje ndoshta ndonjë llogari tjetër. Atëherë Flavio mos më lejon të kthejmë arsyetimin. Prisi ta dëgjojmë Çoçolin, të lutem. Akil. Ai historia. Nëse më lejon të kthejmë arsyetimin të Akilit. Tani Fatosit vazhdoj. Ta dëgjojmë Çoçolin, të lutem Çoçoli, vazhdo. Për te ulërit vetë profesionist. I solle këtë mëngjes, është çështja jote, unë e kam për respekt dhe për nder të jem me Akilin edhe në një debat ekonomik. Pra, i dashur Akil, po të drejtohem ty, sepse je ekonomist me shumë integritet. Ti fole për 8 miliardë. Ky është diversion. Vitin e kaluar, nga buxheti i taksave të tua dhe të mia të bashkë janë shpenzuar 8.2 miliardë. Dhe ti përmendë një shifër. 30% të gjithë volumit të atyre që quhen shpenzime tendera publik, pra që jepen të tredhve, kompanive private, janë abuzivisht të quara në nivele 95-98% përmes tenderave të trukuar. Ky është arsyetimi jot. Dhe ti nxorë një shifër 1.6 miliard dhe the, kur unë në 8.2 miliard shpenzime të buxhetit tim të shtetit, arritën djerë 1.6 miliard, duke e quar nga 98-97% nivelin e kontratave të përfituara me atë që quhet fond limit në 7% që kanë patur 80, dhe kanë paguar 80. Urdhë? 80%. Ideale merrni mesatare, thash, 80%. Po më korrigjohet nisur nga kursimet reale në vitet 2005-2009. Pra nga një praktik shtetërore. Ka afër realiteti se jo po thjesht ka një praktik shtetërore. 2005-2009, rritja e tenderimit dhe konkurrencës tenderave publik ka sjellur kursime, o erdh Bylkbasha edhe një herë. Po jo ai 70% që përmendet. Edhe një. Duhet të jem korrekt nga janë ekonomik. Po flas e di gjithë shqiptarët çfarë do të thotë ulje taksash dhe rritje buxheti. Është më së mundshme. Janë kursyer nga doganat përmes duarve të pastra të vitit 2005-2007, pastaj të duar. A mund të gëzojmë për pensionistët, zotë Çoçoli? A mund të luftojmë për pensionistët se s'po kuptoj këtë diversion? Ka një gjë, po pra se s'po kuptoj asoj. O Çoçoli, ka një gjë që ne në politikë duam trisin pensionet, asnjë pension në 200 euro. Karta e TVSH-s për pensionistët do t'i mundsoj 400.000 lekë kursim.
do t'ulin çmimin e energjisë elektrike për pensionistët. Tani pse duhet të kundërshtojmë diçka që është njerëzore, e nevojshme, jetike? Se kuptoj dot. Jo, është më e bukur. Ajo që bën Çoçoli është më e bukur. Thotë ju nuk e bëni dot, por Rama që nuk e kishte në program mund ta bëj. Edhe pse të pret, edhe pse qesh Brisita nga ana tjetër. Jo, po qesh unë. Ende një dashur Akil. 1.6 miliard euro që sapo përmendën nuk i nxjerr dot. Jo për një vit, por nuk i nxjerr as për 4 vjet. Kështu na than kur hoqëm viza, kështu na than kur bëm tapin, kështu na than kur bëm rrugën e kombit, kështu na than kur denoncuam PSD-n, kështu na than burg. Asë Jon Veliez do arrestoj këtu. Edhe një herë, ne jemi partia e pamundurës, nuk kemi asnjë kompleks. Çoçoli, një sekondë, se nuk e di, ke një strategji agresive shumë. Çfarë ju shqetëson ku futen pensionistët këtë mes? Pse doni të bëni edhe një herë? Ne po flasim për një shtresë vulnerabël, e cila në 12 vitet e fundit është abuzuar dhe ju mbroni tenderat sekret të Manaseriut. Mbi 300 tendera sekret gjatë Covidit. Ju mbroni sterilizimin, ku doli që një murator morri një tender 200 milion euro për sterilizimin, ndërkohë që të onkologjiku nuk ka ilaçe. Flasim për check-upin, ku një kompani që shet alkool e cigare. Çoçoli, se nuk je në studio, nuk dëgjosh. Check-upin e shëndetësisë. Tani më fal, zoti Çoçoli edhe një herë. Se kuptoj ku është thelbi. Që mos i gënjen ata pensionistë. Po kë po gënjen? Pensionistët e tonë të vërtetën. Pensioni nuk rritet me urdhrin e peshkut. Po mirë më shumë edhe ky gjykimi, o zoti Çoçoli, Po se e ke përmendur shumë këtë urdhrin e peshkut. Zoti Çoçoli, unë nuk e di tash pse keni këtë kompleks. Pensionistët tanë. Edhe unë nuk e kuptoj kompleksin. Si po i mbron? Për zhurmusin, por unë garoj për deputet, jo ju. Unë flas në përgjithësi, zoti Çoçoli, po ju respektoj. Unë garoj për deputet, jo ju. Unë jam ekonomist, unë jam marrë me programin ekonomist dhe jo ju, që do të thotë, zoti Çoçoli, pensionistët shqiptarë janë në një situatë të tmerrshme mbijetesje për shkak të një sistemi shëndetësor dhe një tregu konsumator i cili është anti-njerëzor. Jo, tash edhe një herë. Skarç, mua më vjen mirë ky debat, e di pse vjen mirë për publikun që na ndjek, sepse në fundi tregon që edhe kur në bon sensin e një ideale që pensionistët shqiptarët kenë pensione që asnjë pension jetë në 200 euro, ti rimbursojmë 400.000 lekë në vit me kartën e konsumatorit, të ulme energji elektrike, del dikush thotë, po mos ki ambicie për më shumë për pensionistët, ku më shumë fatkeqësi është. Po zoti Çoçoli, me gjithë respekt tani një sekondë, Çoçoli se mua je një nga të ftuarit e mi të preferuar. Zoti Çoçoli, o Fatos, të lutem, po dëgjoj më burr. Ti më pëlqen shumë si i ftuar se përpiqesh. Më pëlqen shumë se përpiqesh në arsyetim të mos bësh sens. Kjo është brillante. Tani, ju thoni. Në arsyetim të bëj sens. Ja, më dëgjoj arsyetimin. Po jo, ku arritan këtë konkluzion, le të ta parashtroj. Më lër të ta parashtroj ku arritan këtë konkluzion. Ju thoni. Kam 35 vjet që po bëjnë sens. Ju thoni. E di, prandaj e kemi ekonominë aq mirë. Po jam më fal tash Çoçoli. Mjafton të heqim tenderat e Belinda Ballukut për energjinë elektrike, që janë 100 milion euro aty të fryra, i ka denoncuar dhe Gazmet Bardhi para disa javësh shumë të mirë. Po tigrat? Po tigrat. Po çfarë pranë po them, ju thoni. Ska paraj, ku çfarë faktikisht? 8 miliardë euro, pas ka 80 milion. Ju thoni opozita, po pritëm ta bëj pyetje se s'më dëgjon as. Ore nuk më dëgjon as i pyetje, më paragjykon pyetjet më keq se Rama. Tani ju thoni. 2% buxhetit. Ju thoni. O Fatos. U do Flavio. Një Fatos i Marksit në mur është një nga vargjet e mia të preferuara nga Minatori. Edhe të Leninit, me edhe të Stalinit. Jo, unë përmenda Minatorin rock grupi më i miri dal në nga Kosova. Më dëgjoj tani, më dëgjoj. Më dëgjoj. Ju thoni. Opozita me 8.4 miliardë euro nuk i rrit dot pensionet, por mazhoranca me 2 miliardë euro në vit të vjedhura në mënyrë halldupshe, thot Andi Bushati, ata që e premtuan pasi ju dështoi fushata elektorale javën e para, ata mund ta bëjnë. Më lejon që të përgjigjem apo me që se bëre pyetje. Në qoftë se më lejon të përgjigjem, sa mos harxho kohë me parantezë, kalon përgjigje. E para, një vjedhja nuk është abduqe. Vjedhja është shumë e rafinuar. E rafinuar, po bravo që. Padën për para me,
Edhe për të qeshur stëndi. Po ajo në zonë e mere tendrat nga bashkëshorti tash mos u bëni tani 50 drejtorët e UKT-s që jepni tendrat vetes. Rafinuar. Kjo ishte perla, e mbyllim, ja, të udheve më faleminderit, e mbyllim, vjetë e rafinuar. Zonë Çoçoli, me gjithë respektin, t'ja japësh do me thënë tendrat bashkëshortes që bënte ajo Velia, t'ja japësh tendrat drejtorit TAP që bënte PSD-ja, apo PSD-ja e Durrësit, po sinqerisht do me thënë, t'ja japësh shokut bankës që bënte për shëndetësinë Ilir Beqa. Po merr Baxhanaku gjithë akshin. Po 500 milion euro në vit ja heqin aksit, more. Ja thithin me pips. Turose diçka hahet. Të ropshin gjithë është perlë po drejtoria e RSH-s, po drejtoria e RSH-s jepte vetes vet. Po drejtoria e RSH-s ju arrestua, edhe ai sa kishte 100 ca milion euro kishte edhe ai, ja jepte tendrat kompanisë vet. Çoçoli, tani që më citove prokurorin e inceneratorëve, që na thotë që është vjedhje e komplikuar dhe pasi kanë dënuar njerëzit nuk din kush është përgjegjës për 130 milion eurot, e mbyllim. Kënaqu batutës, po të një herë që profesionistët nuk ushqen me batuta, sa do spiritoze dhe sa do... Me qap ushqen, me thërrime, me lëmosh. Profesionistët shqiptarë fanë të ligji për taksa e profesioneve liberale, ku gjykata kushtetuese i tha taksa është jo kushtetuese, dhe kë nuk ja ktheu mbrapsht taksat, po ç'është kjo? Çoçoli të pres në studio, Çoçoli të pres në studio, më duhesh në studio. Më duhesh në studio, Çoçoli, të falenderoj shumë për kohën. Edhe me Brisidën, edhe me çdo mik që kam. Me Brisidën nuk ta këshilloj si mik. Me Brisidën nuk ta sugjeroj unë si mik, po ti e di vetë, përshëndesim. Njerëz me integritet. Akili është nga njerëzit që admiroj për integritetin. E përshëndesim Fatos Çoçolin, nuk të las të mërzitesh Çoçoli se të fut nga këto komplimente Çoçoli pasi thot në një gjë brillante. Gjithsesi, fatkeqësia nëse mleon Flavio. E fundit për ta mbyllur se kemi Çoçolin. Po, edhe për ta mbyllur, për çështje vetëm seriozitet, duhet kuptojmë edhe një herë. Shqipëria është në një situatë realisht ku ky eksod masiv prej mbi 1 milion bashkombasish ka sjellur një situatë jashtëzakonisht shumë vulnerabël moshën e tretë, gjyshrit, pensionistët. Ndaj duhet mendojmë edhe një herë që ato janë në një izolim jo vetëm familjar, siç është dhe vetë bërthama e shoqërisë shqiptare, por edhe në një izolim financiar, shëndetësor, social, me një qytet i cili në jashtë Tiranës po zbrazet, ju e dini shumë mirë, që e bën dhe më vulnerabël këto pensionistë, por dhe në Tiranë me një qytet i cili po bëhet i pakapshëm për çiftet e reja e jo më për pensionistët. Ndaj duhet ta kuptojmë në mënyrë shumë qartë. Nuk është thjesht çështje politike, këtu po flasim për një krizë demografike, sociale, demokratike gjithashtu, e cila bën që një stres jashtëzakonshëm që ka kontribuar për zhvillimin e këtij vendi të ndihet sot e përjashtuar, e varfëruar, e goditur si në rrafshin shëndetësor, financiar, social, në mënyrën më dramatike të mundshme. Nga ku? Thirrja shumë serioze, e qëndësishme humane, të mos e politizojmë këtë krizë të thellë të shoqërisë shqiptare. Kjo ekonomia drogës ka lënë pasoja në çdo nivel, përfshirë tek pensionistët, Tani Kraja, është politik, është mëngjes, duhet jemi etik, po nëse do flasim për pensionistët, ajo që unë ndjej të citoj është fakti se ju e dini që çdo pensionist që ndron jetë po hetohet nga policia, e dini pse? Sepse trupat e tyre gjenden pas 1 javë 10 ditësh dhe nuk mund thjesht të konsiderohen shkaqe natyrore për duhet hetohen. Kjo tregon shkallën e braktisjes. Është një tragjedi e trupat nga 10 ditë 2 javë mbrapa. Diçka që në Shqipërinë tonë nuk kemi mësuar. Në këtë Shqipëri vlera që ne mendonim që familja është themelore. Kjo është një degradim i shoqërisë, kaq e thjeshtë. Ne mbyllim këtu miq të dashur, do flasim pastaj për ekselentët, kam dhe një ekselente në studio se nuk dorëzohet kafe shëto ditën e sotme, qëndroni me ne.